E shif nëse ujtin, se kua ujtin fshate. Që kjo është, ata që nuk shkon mu, që nuk ka asë një pik ujtje, asë nuk është, nuk lage, se një javë dit nuk ka punu, ki s'ka ku nëse s'ka. Elementin esencial për jetë nuk e kemi, si të jetojmë në këtë fshat. Kështu drejtohet institucioneve të shtetit se t'ki Mamuti. Banori fshatit Arnaqi, i cili tash 10 dit, nuk ka ujë as për pije, as për nevojat higjienike. Po që kjo është, kështu shduket populli, ndrejshë nuk kesh ka me shduk. Unë 4-3 fëmijë kam, as njënin shpi se kam. Din Gjermani, njën Itali, edhe u ka kri puna. Shka lipën, unë 2 vjetë plesh këna mbet të shpia, sebe që kësaj punës, buk s'ka, ujë s'ka, bukën në ndashim për para, financime shtetin nuk në ndimujt e kërkush që me mbil tokën me pënua, edhe shka u po puna, mora që kush mbas ekzistencës bukës që marrë që të është rëshë. Edhe qëti këna mbet që këtë gjendje ku këna mbet, një avë dit në 40 gradë temperatura, sot në këtë dit mos kete pajk ujtit, pajsh ujt të freskojsh shpetin tonë. Përveç sa t'kiut me munges të ujit për balën thuajse të gjithë banorët tjerë të 2 fshatrave Arnaqi. Në temperatura 20 gradë Celsius, 2 fshatra të komunës së Sarajit, Arnaqi e epërme dhe poshtme, për balën me munges të ujit të pishëm. Si pas banorëve, 3 muaj të verës, këto 2 fshatra gjatë disa viteve tashmë për balën me munges të ujit. A ka që një avë uj, pikë ujti s'ka. Pikë ujti. Po qashtu, dikush ka dhe një bunar, dikush ka sarajshku në mbushin, e qashtu, sa për të peja, për të punët qira s'ka. Uji mungon në fshatin Arnaqi të Shkupit, por nuk mungojnë faturat të ujit të cilat u vinë çdo muaj. Disa banorë kanë përfunduar edhe me dënime të përmbaruesve, shkaku i mos pagesës së faturave të ujit. Sahata s'kena, s'funksionojnë, nuk vajnë ti lexojnë, hiç vajnë ti lexojnë. Vesh na I qesën qataj, a pagujmë? Pagujmë ne. Gjithse ka tondit pagujmë, tërma nuk e di që. Po ato si do pagujnë kur s'kan ujë atje? Po, sën pagujnë se, ama këtë janë dhonat një zvërshitel, edhe kena pagu edhe dënime. Unë këm pagu për mi 100 euro dënim pëse më ka dhonë një zvërshitel. A s'ke pasur gjithë kohë? Po, me thonë 50, se unë jam pak ma poshtë. A ato tërma, hiq. Kryetari komunës së Sarajit, Ilyas Veseli, thot se kompetencat e rrjetit të ujësjellësit I takojnë qytetit të Shkupit dhe ndërmarrjes së ujësjellësit, ndërsa shtohen se tashmë disa herë ka kërkuar që të ketë zgjidhje të këtij problemi. Në komunikim me përgjegjësit e ujësjellësit, më thonë, është problem se harxhohet ujë më të madhe në këto pjesë të tjera dhe nuk arrihet që të mbushet rezervuari që pastaj përcjellet në vendbanimin Arnaqi. Kam insistuar vazhdimisht edhe insistoj hiç më larg se dje isha në terren, si në fshatin Kopanis, pashtu edhe kishte edhe një defekt, po edhe në Arnaqi, edhe besoni se kompetencat janë të tilla që përveç se të komunikojmë edhe të kërkojmë nga përgjegjësit, me thonë tjetër nuk dim edhe nëse çka të bën. Sipas Veselit është kërkuar nga komuna e Sarajit që së bashku me ekipet e ujësjellësit dhe inspektorët e qytetit të Shkupit të dilet në terren dhe të detektohen mangësitë e keqpërdorimit të ujit nga kyçjet ilegale. Por deri me tani nuk ka pasur asnjë aktivitet të tillë. Deri në zgjidhjen e problemit me ujësjellësin në fshatin Arnaqi të Shkupit, banorët do të detyrohen të mbajnë ujë në shtamba, ashtu si në kohët e dikurshme.